Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov po vazhdon zbatimin e planeve operative Vera 2026 dhe alkool testi, me fokus në rritjen e sigurisë dhe kontrollin e komunikacionit rrugor gjatë kësaj periudhe. Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor po realizon kontrolle të shumta në rrugët e rajonit të Gjakovës, ndërsa pjesë e kontrolleve janë edhe testimet për përdorimin e alkoolit nga drejtuesit e automjeteve. Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor është duke i zbatuar dhe implementuar dy plane operative paralel, pra jem duke implementu planin Vera 2026 dhe plani operativ alkooli. Mund të them se i konsiderojmë këto dy plane që janë të shku në mënyrë të sukseshme, duke u bazuar që nuk kem asnjë viktim në rrugë. Janë disa plan veprime shtesë, pra ne po implementojmë me plan veprim si fokus që i kem kundër vajtje që në më të rënda, për shembull te kalimi i shpejtësisë, përmes dronit kem dhe krijimit të task forces i kem identifikuar ato pika ku po bëhen te kalimet e rrezikshme, përdorimi i telefonit, motocikletat të cilat lëvizin pa helmetat, domethënë drejtuesit e motocikletave. Saçia foli edhe për suksesin e planit të alkoolit. Jemi me sukses të zbatu planin alkooli, e them me sukses për shkak se shihet që është një rritje e vetëdijsimit të drejtuesve të mjeteve, të cilët nuk e drejtojnë mjetin në ndikimin e alkoolit. Kapiteni Saçia ka folur edhe për kundërvajtjet në trafik. Zyrtarët policorë në trafikun rajonal, pra në teren, i kanë bërë rreth 3000 deri në 3500 matje të alkoolit të drejtuesve të mjeteve motorike, prej tyre rreth 150 drejtues të mjeteve motorike kanë rezultuar në ndikimin e alkoolit dhe si masë mbrojtëse i ka konfiskuar patentën e shoferit. Gjatë zbatimit të këtyre planeve operative, njësitë policore gjatë ndaljeve dhe kontrolleve kanë evidentuar edhe raste të tjera që lidhen me vepra të kundërligjshme. Sipas policisë, 3 raste janë konfirmuar me gjetje të substancave narkotike, në 3 raste të tjera janë evidentuar armbajtje pa leje, ndërsa në 5 raste janë hasur dokumente të falsifikuara. Kontrollet policore do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim parandalimin e kundërvajtjeve dhe veprave penale, si dhe rritjen e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.